frontal, direkt kundër tyre. Pra, qëndrimi ndaj TikTokut është qëndrim censur, sepse nuk e mohoj që smartphone-i ka një ndikim tek të rinjt dhe tek fëmijët në kuptimin e konsumit të kohës më shumë se sa ç'duhet. Por nuk është TikToku per se, TikToku si i tillë. Jo, të gjithë ata që kanë fëmijë e dinë se fëmia edhe pa dalë aplikacioni TikTokut preferonte të navigonte, të lundronte në smartphone, në Google dhe në të tjera. Pra, është një akt hakmarrës i Edi Ramës ndaj kritikave që i bëjnë të rinjt, se ke një gjë parasysh. I riu, për definicion, nuk pranon kur arrogancën. Kjo është arsyeja që të rinjt nuk e pëlqejnë Edi Ramën. Nuk e pëlqejnë, nuk e duan. Jo, arrogant po. Dhe pikërisht për këtë arsye ai mbyll TikTokun se ata e kritikojnë, e ironizojnë, e tallin, i bëjnë shpoti në TikTok. Pra, TikToku është një akt censure i tmerrshëm, nuk pajtohet njëri me këtë. Kështu që do jetë një protestë kundër censurës, natyrisht e lidhur me mbylljen e TikTokut. Së bashku me Partinë Demokratike, janë 26 parti në total në këtë koalicion. Si do të siguroheni ju që të gjitha këto parti të dëgjohen dhe kryestoria të mos krijohet përçarje mes tyre? Ka një histori. Lojaliteti është themeli i qëndrimeve të mia ndaj aleatëve. Aleatët e dinë që unë jam lojal ndaj tyre dhe unë kam besim të plot në lojalitetin e tyre, mbasi këto u bashkuan me vetdije të plot se e keqja më e madhe e këtij vendi është Edi Rama. U bashkuan pikërisht për të shpëtuar Shqipërinë nga Edi Rama. Edhe njëherë them këtu, janë ftuar në këtë aleancë edhe disa të tjera të sapo krijuara, por ato nuk e konsiderojnë Edi Ramën. Për çudi, problemin madhor të Shqipërisë dhe nuk gjetën forca të shpallen parti opozitare. Preferuan pozicionin e opozitës së opozitës. Pozicion që është kryekëput, çon ujë në mullirin e qeverisë. Faleminderit. Ju falenderoj. Kryesia. Nesër besoj, nesër ose pas nesër. Kryesia është ajo që vendos. Vendimin e merr kryesia i paraqitet Këshillit Kombëtar si paketë.